ka vetëm një arsye kryesore që shkakton urtin, gastritin, ulçërën dhe kancerin e stomakut. Dhe ky është ndryshimi i aciditetit të stomakut. Urti nuk ndodh sepse kemi aciditet të lartë ose kemi shumë acide në stomak, por pikërisht sepse kemi aciditet të ulur në stomak. Stomaku dhe ezofagu ndahen mes tyre nëpërmjet një sfinkter, është një valvul e cila lejon ushqimin që nga goja të shkojë, të kalojë në ezofag dhe në stomak, por pengon rikthimin e këtij ushqimi dhe të lëngjeve të stomakut në ezofag dhe në gojë. Nëse aciditeti ose pH-i në stomak është më shumë se 2, atëherë kjo valvul do mbetet e hapur, nuk do të mbyllet. Duhet që aciditeti jetë më pak se 2, që kjo valvul të mbyllet dhe që ushqimi bashkë me lëngun e stomakut të mos shkojë sipër në gojë ose në ezofag. Ne nuk mund të luftojmë kundër këtij aciditeti me mënyra të ndryshme, me ilaçe, me ushqime të ndryshme. Është një vlerë e cila evolucioni prej miliona vjetësh e ka caktuar. Ky pH duhet të jetë ose ky aciditet duhet të jetë i lartë. Përshëndetje miq, unë jam Vali, sot do flasim pikërisht për gastritin, urtin, shkaktarët dhe mënyrën se si ta shërojmë ose si të rregullohemi prej këtij lloji problemi. Do kalojmë përciptas disa nga keqkuptimet që pacientët dhe personeli mjekësor kanë mbi shkaqjet e vërteta dhe trajtimet e gabuara të këtij problemi kaq shumë të shpeshtë në ditët e sotme. Stomaku ynë kërkon tërkohës të mbajë një vlerë aciditeti ose një pH, kimistët e përdorin fjalën pH, do nga 0 deri në 14 është pH-i, acide është nga 0 deri në 7, nga 7 deri në 14 është bazike ose alkaline. Por që në stomaku jonë të funksionojë mirë, ai duhet ta mbajë këtë pH ose këtë aciditet nga 1 deri në 3. Vërtet shumë i ulët, është acid shumë i fortë, në mënyrë që të shpërbëj ushqimet dhe proteinat. Pra arsyeja kryesore pse kemi këtë pH kaq të ulët është pikërisht për proteinat. Acidi kloridrik, HCl-ja që është në stomak, aktivizon një hormon që quhet pepsin dhe pepsina arrin të shpërbëj proteinat. Nuk shpërbëj dot në vend tjetër përveç se në stomak. Duhet që zorët i kenë pothuajse gati këto proteina të ndara, një pjesë në aminoacide, një pjesë në proteina të vogla, në mënyrë që të përthithen dhe të kalojnë në gjak. Nëse jo, atëherë kjo protein do kalojë në zorë, nga zora do përdoret si ushqim për mikrobiomën dhe do dalë jashtë. Është e kotë që ne e hëngrëm. Përveç kësaj aciditeti i lartë ose ky pH duhet në mënyrë që stomaku është bariera ose është kufiri për të vrarë mikrobet, bakteriet, viruset e ndryshme që ne i marrim nëpërmjet ushqimit. Ushqimi jon ka gjithçka me fjalë, por është stomaku ai që me aciditetin e tij që arrin t'i vrasë të gjitha këto. Nëse ky aciditet nuk është kaq i ulët, është i lartë, atëherë këto mikrobe do kalojnë edhe do infektojnë në zorën edhe prandaj edhe ne sëmuremi me shumicën e problemeve të tjera. Pra nëse lukura jonë është barierë ose është kufi me fjalë për të na mbrojtur nga viruset dhe mikrobet kundër që ndodhen në ajër, stomaku është ai që vepron si barierë kimike, jo fizike, po si barierë kimike. Në fundin e stomakut ose në bazën e stomakut, vlera e aciditetit është rreth 1.5. Shumë acid kloridrik shumë i fortë, me fjalë i cili mund të shpërbëjë dhe një briskroje, edhe metalin me fjalë, po të jetë i hollë arrin ta shpërbëjë. Mungesa e këtij niveli të aciditetit siç e thash, nuk do prodhoj pepsinën, atë hormonin i cili do tentoj të shpërbëjë proteinat. Kjo do të shkaktojë mostretet e proteinave, në një farë mënyrë do shkaktojë keq ushqyerje, sepse nuk do marrim përbërësin kryesor të ushqimit që është proteina, do shkaktojë sëmundje të ndryshme, do shkaktojë ulçër deri dhe në kancer, siç thash, në stomak. Urti, çfarë është urti? Urti është rikthimi i lëngut të stomakut në ezofag, në fyt edhe në gojë. Ai do shkaktojë janë një sër dëmtimesh ose një sër problemesh, shenja që shkakton janë dhimbjet, djegje, mund të kemi gromësira të shpeshta, ndjenja e fryrjes së barkut ose barku i fryrë në fakt, të përzierë ose të vjella, mund të kemi atë kollën gërvishse ose ngritje fyti, siç e themi tërkohës, kështu në këtë lloj mënyre. Mund të kemi humbje ose ngjyrje zëri. Simptomat më të rënda akoma me fjalë që prap varet nga aciditeti i stomakut, mund të jenë gjaku në të vjella, që quhet hematemezis, ose gjak në jashtëqitje quhet melena, që hyn ke urgjencat mjekësore. Së fundi edhe azma
Astma mund të ketë shkak kryesor pikërisht kalimin e këtij lëngut acid të stomakut nga ezofagu kur vjen refluksi lart, edhe kur ne e aspirojmë ose kur e thithim ose kur ne e marrim frymë dhe e kalojmë në mushkrim. Studimet e fundit tregojnë që astma dhe një pjesë të madhe të së cilës mund të jetë shkaktar pikërisht nga urthi ose nga aciditeti i stomakut. Kush janë shkaktarët kryesorë që shkaktojnë këtë problem? Është një bakteri që shumica e njerëzve janë të familjar me këtë që quhet Helicobacter pylori ose H. pylori, H. pylori, i cili nuk mbijeton dot. Nëse pH-i është 1.5 në stomak, ai nuk mbijeton, do ngordhi. Por çfarë bën ky? Ky Helicobacter do të çlirojë një enzim, që quhet ureaza, e cila tenton të zhbëjë këtë aciditet të stomakut, të pH, dhe nuk duke duke ulur pH-in, ai ngjitet tek mukoza e stomakut, se mukoza ka një stres baza e stomakut ose qelizat e stomakut kanë një stres të trash mukoze që mbron qelizat nga ky aciditet kaq i madh. Pikërisht duke ulur aciditetin, Helicobacteri ose ky virus arrin të futet ose të prek paretin e stomakut, murin e stomakut, dhe aty do të fillojë të dëmtojë edhe të krijojë ulcer ose të shkaktojë kancer. Quhet problem goxha i madh. Helicobacteri ndodhet në ushqime, mund të transmetohet ke njëri tjetrin nëpërmjet të puthurës, nëpërmjet të vjellave, nga jashtëqitjet e të tjera. Gjithashtu, ushqimi me karbohidrate do të ul aciditetin e stomakut. Karbohidratet kanë një pH ose kanë një aciditet të lartë, mbi 4 deri në 7. Siç folëm në vitin e kaluar, vitin e mbarshme të lidhur me shëndoshjen, ne nuk kemi asnjë lloj hormoni që të na japin ndjenjën e ngopjes kur ham karbohidrate. Pra ne mund të ham gjys kile buk, mund të ham 3 pjata me oriz me pilaf, edhe mund të ham sallat, pastaj të fusim ja 2 fruta edhe një ëmbëlsirë për shplarje, kur thon, edhe një 2-3 Coca-Cola. Nuk do ndjenjë të ngopur, thjesht do kemi atë ndjenjën e fryrjes së stomakut. Nëse ne ham proteina dhe yndyrna, kemi 5-6 lloj hormonesh shumë të detajuar, thash ke video e kaluar, ndiqeni atë video, është shumë e rëndësishme. Dhe pra kur ham karbohidrate dhe mbushim stomakun, si më thënë, fryhet stomaku plot, në çdo lëvizje që bëjmë, nëse ne shtrihemi, detyrimisht do kemi atë urthin, por edhe nëse ne lëvizim, përkulemi, qeshim ose teshtim ose kollitemi, gjithçka që jep një presion stomakut nga poshtë, është shumë e kollajshme sepse valvula është e hapur, siç e thash, kjo valvula ndërmjet ezofagut dhe stomakut është e hapur sepse pH-i është rritur, nuk është 1.5 ose 2 ose 2.5, ka vajtur 3 gjysmë, 4, 5 me fjalë, dhe në çdo lloj vlere mbi 2 me fjalë e mban këtë valvulë. Stomaku tërkohës do vazhdojë të prodhojë aciditet në mënyrë që të rrisi përqendrimin, që të ulet ky pH në mënyrë që të mbylli valvulën. Pra është një luftë e vazhdueshme. Ne e dëmtojmë, ai tenton të rregullohet. Ne vazhdojmë dëmtojmë me ilaçe, me ushqim, me gjithçka tjetër. Ai vazhdon të shtojë të prodhojë acid kloridrik në mënyrë që të mbylli këtë valvulë. Pijet me gaz, këto sodat e famshme, qoftë edhe pa gaz që janë me fjalë, por ato kanë një aciditet nga 4 deri në 7. Rrisin pH-in, përsëri hapin valvulën. Është një gjendje që quhet hernia hiatale ose kalimi stomaku ndahet me mushkrit nëpërmjet një muskulli të madh që quhet diafragm, dhe është një vrymë e vogël që kalon vetëm ezofagu. Nëse tek problemi i hernias hiatale ne kemi kalim të stomakut, një pjesë të vogël të stomakut mbi diafragm. Kjo arrin të rregullohet me kirurgji, por gjithmonë kur keni urth është mirë që të kontrolloni se mos keni hernie hiatale. Disa herë bëhet goxha probleme dhe mund të jetë problem emergjence. Tjetër është stresi. Stresi në mënyrë reale janë 2 sisteme që veprojnë në trupin ton, është sistemi simpatetik dhe që në të cilin shqirohen ato hormonet e stresit, kortizoli, adrenalina, noradrenalina, dhe sistemi parasimpatetik, si kundërpeshë e tij. Këta janë gjitha në balancë. Pra kur rritet sistemi simpatetik, ulet ai parasimpatetik dhe e kundërta. Sistemi parasimpatetik është ai që kërkon neve që të qetësohemi, të ham, të relaksohemi me fjalë. Ky muskulli i sfinkterit, muskulli që lidh këtë ezofagun me stomakun,
varet nga sistemi parasimpatetik. Pra në qoftë se ne do kemi stres të madh, me fjalë, ky do mbizotëroj sistemin tjetër dhe muskuli nuk do të kontraktohet, nuk do mbyllet dhe do ri i hapur. Stresi i vazhdueshëm mban të hapur urthi i vazhdueshëm edhe do krijoj probleme në ezofag. Gjithashtu stresi ul peristaltikën ose ul shtrydhjen ose zbrazjen e stomakut. Nga një herë në 20 minuta e shkon një herë në 40 minuta. Pra ushqimi qëndron shumë më gjatë në stomak, duke mbajtur shumë tepër mundësinë për të dhënë urth, me fjalë për të dhënë këtë. Dihet nga të gjithë ata që pinë shumë duhan, edhe duhan me fjalë, po alkohol, drogra të ndryshme, kur bëjnë kimioterapi. Janë të gjitha shenjat ose janë gjitha gjendjet të cilat urthi përkeqësohet. Duhani njerë është 100%, e kam pasur vetë. Janë disa ilaçe që dëmtojnë shtresën mukoze dhe murin e stomakut. Aspirina, naproxeni, ibuprofeni, prednizoni, janë gjitha kortikosteroidët. Janë disa antibiotik, me famshme nga këto është doksiciklina, janë suplementet e hekurit, kur marrim hekur, digoksina, që zakonisht përdoret për zemrën, për dobësimin e zemrës. Intoleranca ndaj glutenit. Ata që kanë gluten intolerancë, me fjalë, do kenë gjithmonë gastrik. Ç'ndodh sot me mjekimin ose si trajtohet në ditët e sotme. Janë dy grupe të mëdha ilaçesh që luftë e madhe që zbuluan gjithçka dhe shpëtuan gjithçka. Janë grupi i parë është proton pump inhibitor, PPI. Ju jeni familjar me ato, është omeprazoli, Priloseku, esomeprazol ose Nexiumi, lansaprazoli ose Prevacidi e të tjera. Gjithashtu kemi edhe grupin tjetër që janë hidrogen blocker, që bllokojnë prodhimin e hidrogenit. Famotidina ose pepsidi, cimetidina është tagameti, nizatidina është aksidi, dhe ranitidina ose zantaku. Kjo e fundit, ranitidina është hequr nga qarkullimi dhe rekomandohet mos përdoret sepse janë konfirmuar dëmet. Të gjitha shkaktojnë dëme, po kur ata i konfirmojnë pas shumë vite i heqin nga qarkullimi dhe nxjerrin një ilaç tjetër që të vazhdojë të bëjë dëme të reja. Këto ilaçe bllokojnë histaminën, është një proteinë e cila stimulon prodhimin e acidit në stomak, acidit kloridrik. Nëse ju i merrni këto ilaçe, i keni të rekomanduara nga mjekut, mos i merrni më shumë se 2-3 ditë, me fjalë, sepse çfarë bëjnë këto ilaçe, këto heqin ose ulin pH-in ose aciditetin e stomakut. Duke ulur këtë, me fjalë, mund të shpëtojnë nga një farë mënyrë nga urthi, por ato, siç ju thash, nuk do prodhojnë pepsinën dhe duke mos prodhuar pepsina ne nuk tresim proteina. Pra ti ushqimi që ha në këto 2-3 ditë nuk përfiton gjë nga proteinat. Pra po ta mbash për kohë të gjatë, me fjalë, do krijojnë probleme në trupin tonë, sëmundje ndryshme. Dhe sidomos mos harroni diçka që është i vetmi vend në stomak ku kolagjeni është proteina, një nga proteinat kryesore, kolagjeni, ose pjesa e indit lidhor. Nëse është i vetmi vend ku ai mund të shpërbëhet ose të fillojë tretjen, dhe pa kolagjenin ne do kemi probleme me lëkurën, me rudhat dhe me osteoporozën, siç e thash ke video e osteoporozës është më e zgjeruar dhe më e saktë ose më e detajuar. Kjo sqarim. Nuk do të kemi, nëse nuk do kemi prodhim proteinash, nuk do kemi përfitjen e tyre në zor. Pa acidet e nevojshëm, siç u thash, ne nuk do vrasim dot viruset, bakteriet, mikrobet e dëmshme, dhe ato do kalojnë në zor, ato në zor do shumohen dhe do japin dëmtim të zorëve, inflamacion, nga andi do kalojnë në gjak, do thithen në gjak, do japin sëmundje të ndryshme infektive. Është konfirmuar se urthi lidhet me pneumonit ose sëmundjet e mushkrive, osteoporozën, siç u thash, dhe me dementia, Alzheimer disease. E rëndësishme gjithashtu në stomak përthithet vitamina B12. Shumë e rëndësishme sepse ajo është jetësore për krijimin e mbështjelljes së nervit. Pra nervi, nëse kemi parasysh një tel elektrik në shtëpi, ai teli brenda është nervi, ndërsa ajo mbështjellja plastike është pikërisht kjo mielina. Nëse nuk ka mielin, ne ulim ndjeshmërinë edhe nuk prodhohet sinjali, nuk transmetohet saktë. Gjithashtu vitamina B12 është e domosdoshme për prodhimin e ADN-s,
në bërthamën e qelizave tona, jep neuropati, dhimbjet e gjymtyrëve, ekstremiteteve, dhe mos maturim ose mos pjekje të ruazave të kuqe të gjakut, shumë e rëndësishme, pa ato ne do vdesim, ajo që quhet anemia megaloblastike. Trajtimi alternativ që unë do t'ju rekomandoja. E para do është shmangni qumshtin. Është shumë bazik qumshti. Tërshërat, drithat e ndryshme. I mos hani ushqim 3 deri në 5 orë para se të flini gjumë. Pra si që thash, në mënyrë që stomaku të ketë rikthyer aciditetin e vet në brenda tij dhe të ketë mbyllur të valvul. Nëse ju hani dhe do shtriheni në krahun e majt. Nëse hani direkt dhe shtriheni, sepse në këtë mënyrë do shmangni pak në kalimin e lëngut në ezofag. Nëse jeni të shëndosh, pesha duhet të bie sepse pesha kushtohet në bark dhe barku shtyp stomakun dhe kjo përbërje është kërkullajshme. Stomaku si butë shtypet edhe përbërja del në ezofag. Nëse ju e dini, jeni të konfirmuar me urthin dhe me gastritin, përpiqeni të vendosni një objekt të fortë në dyshek. Zakonisht njerëzit përdorin 2 ose 3 yastık që të flën lart për të mos pasur këtë problem, po zakonisht yastëkët lëvizin gjatë natës. Përpiqeni të përdorni diçka, një objekt të fortë, si tip tulle, poshtë dyshekut, që të ngrini këndin në mënyrë që të flini diçka më lart. Mos përdorni ripa, mos shtrëngoni shumë tek pantallonat ose ripat që përdorin në palestra për barkun, ose femrat kur përdorin ato korsete që janë shumë, nuk duhet të jenë shumë të shtrënguar me fjalë. Cigaria, alkooli, siç thash, dhe kafejat e pruar e mbajnë ezofagun ose mban këtë sfikterin e ezofagut tërkohës të hapur. Është vërtetuar se kur jeni në kriza ose kur keni probleme me gastritin, mirë është të përdorni një çik krip, jo krip zakonshëm, po të keni krip Himalaja që quhet ose krip guri, çike trash me fjalë, ta vendosni poshtë gjuhës. Pse? Sepse kripa është në ACL, edhe klori na duhet për të u lidhur me hidrogenin dhe për të krijuar acidin kloridrik. Kjo është thjesht nga ana kimike. Uthull, shumica e njerëzve thonë që u bën mirë, ka efekt të mirë. Po përpiqeni mos ta holloni me shumë ujë, me një filxhan çaj, një lugë gjelle me fjalë. Në këtë mënyrë ai do uli në një farë mënyrë prodhimin e acidit kloridrik, por aman do të uli oreksin edhe do na japi në mundësi që të mos ham për një kohë të gjatë dhe aciditeti i stomakut të rregullohet. Në krizat forta njerëzit marrin edhe sot buke, rallë për mall, me fjalë jo shumë. Dietë me ujë mos bëni, ata teorit pi 5 gallona, pi 5 litra ujë në ditë me fjalë. Jo, tërkoheni mbani të holluar stomakun, aciditetin e stomakut duke bërë që të rritet pH-i dhe të hapet sfikteri. Nëse ju hani ushqime me vetëm sa më shumë me proteina dhe yndyrna, pikërisht aciditeti i stomakut kaq i ulët na duhet për të shpërbër këtë lloj ushqimi kaq të vlefshëm. Ndërsa karbohidratet shpërbëhen edhe me aciditet të ulur. Probiotikët indirekt ndikojnë, probiotikët kosi, siç thash, ushqimet e fermentuara, sepse reaktivizojnë florën bakteriale që është dëmtuar, sepse mikrobet të tjera kanë kaluar më para kur aciditeti i stomakut ka qenë më i lartë. Pra, si përfundim, ne na duhet një pH ose një aciditet i ulët në stomak nga 1.5 deri në 2.5, në mënyrë që të stimulojnë pepsinën e cila shpërbën proteinat. Dhe gjithë trupi ka nevojë për ato. Gjithashtu, ne na duhet aciditeti në mënyrë që të vrasim mikrobet, viruset dhe bakteriet, sidomos helikobakter virusin. Mbani mend që ilaçet ndihmojnë përkohësisht, por ato ulin aciditetin, ndaj nuk duhet merren më shumë se 2 ose 3 ditë. Nëse ju keni antiacide, merrni antiacide ose të dy grupet e ilaçeve, zakonisht i marrin të kombinuara, filloni ta ulni shpeshtësinë e marrjes së tyre. Pra kombinojeni uljen e karbohidrateve, marrjen e karbohidrateve, hani më shumë proteina dhe yndyrna dhe filloni ulni dozën ose marrjen e këtyre ilaçeve antiacide.
Pra nga çdo ditë, nëse e merr çdo ditë, se disa thonë merr një haça të duash, merr një antiacid dhe je në rregull. Absolutisht jo. Jo po bëni një dëm shumë të madh trupit tuaj. Filloni uleni shpreshtësinë nga çdo ditë, një herë në 2 ditë për 10 ditët e ardhshme dhe pastaj në 1 ose 2 muaj, një herë në 3 ditë. Derisa ti uli komplet ose të mos meni më, në këtë rast do keni ulur karbohidratet dhe që të shoqëroni këtë. Pa karbohidrate dhe pa fruta, ose në minimum të paktën të tyre, nuk do të keni më urdhë, nuk do të keni më gastrit, nuk do të sëmureni me ulcer dhe do keni jepni mundësi trupit tuaj dhe që mos të ketë kancer të stomakut. Stresi, pjesa tjetër e stresit, stresi luftohet me agjërim të gjatë, mbi 36-48 orë. Kjo ishte për sot. Ju uroj të keni shëndet, sa më pak sheqerna, brumra, fruta, pije gazozhe, vajra vegetale në ushqimin tuaj. Like, subscribe dhe shihemi në videon e ardhshme. Mirupafshim.